modeli shkollor italian, kalendari dhe orari. Në Itali, shkolla ka një kozjatje 9 muaj. Fillon në mes të shtatorit dhe përfundon në mes të qershorit. Janë 2 periudha të rëndësishme të pushimeve, të cilat janë 2 periudha të stabilizuara. Kemi periudhën e parë që janë pushimet e krishtlindjeve dhe mund të themi që fillojnë në fund të dhjetorit dhe mbarojnë në fund në javën e parë të janarit. Periudha e dytë përkon me pushimet e pashkëve, që përkon me periudhën me sezonin e pranverës. Mund të themi që datat ndryshojnë nga viti në vit. Përveç se këtyre 2 periudhave kohore të gjata të pushimeve, kemi dhe pushime të tjera civile, në këtë rast festa civile dhe festa mund të jenë fetare. Aktivitetet shkollore zhvillohen në përgjithësi në mëngjes, mund të themi, dhe mund të zgjasin edhe gjerë në mbasdite nëse fëmijët frekuentojnë një shkollë me kohë të plotë. Në mëngjes, në rreth orës 10:01, 10:20 bëhet pushimi, në të cilën fëmijët mund të hanë diçka, që në gjuhën italishte quhet merenda. Të gjithë studentët duhet të jenë të pavarur dhe në këtë formë i jepen disa detyra që në përgjithësi duhet t'i bëjnë në shtëpi. Modeli shkollor. Shkolla në Itali është ndarë në grupë mosha. Në radhë të parë kemi qerdhen, që përfshin në moshat gjeri në 3 vjeç, nga 0 gjeri në 3 vjeç. Në radhë të dytë kemi kopshtin, që përfshin në grup moshat nga 3 deri në 6 vjeç. Më pas kemi shkollën fillore, elementare, që përfshin grup moshat nga 6 deri në 11 vjeç. Më pas kemi shkollën që në gjuhën tonë quhet 9 vjeçarja. Përfshin në grup moshat nga 11 deri në 14 vjeç. Dhe së fundmi kemi ciklin e para universitetit që quhet shkolla e mesme dhe përfshin grup moshat nga 14 vjeç e lartë. Arsimimi dhe trajnimi i detyrueshëm. Shkolla në Itali është e detyrueshme nga mosha 6 deri në 16 vjeç. Nga mosha 16 vjeç deri në moshën 18 vjeç kemi detyrimin formues, që konkretizohet në 3 forma. I mituri duhet të ndjekë shkollën, të frekuentoj një kurs formimi zanati profesional dhe së fundmi së treti të bëj një stazh, një praktikë formuese. Në rast të mungese regjistrimi o në rast se bëhen mungesa të pa justifikuara me një kohë të gjatë o në rast se një i mitur nuk frekuenton shkollën, braktisë shkollën, në këtë raste shkolla është e detyruar të shumë e rëndësishme të në këtë rast sinjalizojë mungesat e pa justifikuara në komunë. Komuna fton familjen dhe në këtë rast është familja që duhet të marrë përsipër dhe të informojë dhe të flasë me të miturin. Nëse në këtë rast familja nuk aktivizohet, prindrit rrezikojnë një dënim që mundet të jetë një dënim i rëndë dhe mund të nisi në këtë rast një proces më i rreptë që mund të çojë edhe në një denuncim penal. Organizimi shkollor, roli i shkollës. Mësuesit, segreteria shkollore dhe komuna zhvillojnë role të dallueshme
por të ndërthurura me njëra tjetrën. Mësuesit përqendrohen në mësimdhënien e lëndëve, të kujdesen, gjithashtu kujdesen dhe për studentat. Sekreteria e shkollës drejton në aspektet administruese dhe burokratike, si për shembull regjistrimin, certifikatat dhe dëftesat. Komuna, bashkia, ka përgjegjësinë të mbajë një raport të mirë me zyrat e shkollave dhe të garantojë sigurinë. Në disa raste, të jap informacione dhe mbështetje në lidhje me pagesat, me regjistrimin në mensë, me kërkesat që mund të bëhen për transportin shkollor para dhe pas shkolle. Pakti i bashkëpërgjegjësisë arsimore. Pakti i bashkëpërgjegjësisë arsimore është një pakt i rëndësishëm edukativ që ka të bëjë me marrëveshjen që krijohet dhe lidhet midis shkollave, familjeve dhe studentave, nxënësve. Përcakton principet e sjelljes se si studentat dhe se si të tëra institucionet duhet të kenë një raport të mirë midis tyre. Raportet që duhet të ekzistojnë, raporte të mira në lidhje me shkollën, me familjen, me studentin dhe të tërë duhet të kujdesen për respektimin dhe krijimin e një ambienti edukativ, pozitiv dhe bashkëpunues. Në sostancë, mund të themi që shkolla ka si përkushtim së pari të prej studentët me respekt, të ofrojë mësimdhënie me cilësi, një mësimdhënie cilësore, të garantoj një ambient të sigurt dhe të qetë, të komunikoj në mënyrë të qartë me familjet, të dëgjoj dhe të ndihmoj nëse kanë vështirësi, ndonjë familje nëse ndodhet në një vështirësi, o ndonjë student nëse ndodhet në vështirësi, e rëndësishme që shkolla të ndihmoj dhe të jap një ndihmë. Familja ka si përkushtim të bashkëpunoj me shkollën, të marrë pjesë në tëra takimet dhe bashkë bisedimet, të ndihmoj fëmijët dhe që të respektojnë rregullat, të kontrolloj regjistrin elektronik dhe të tëra komunikimet, të mbështesë të jap një ndihmë në studimin dhe në bërjen e detyrave në shtëpi. Nxënësi, studenti ka si përkushtim të respektoj shokët dhe shoqet e klasës, mësuesit dhe personelin shkollor, të ndihmojë dhe të ndjekë leksionet me kujdes, mësimin me kujdes, të bëjë detyrat dhe të ketë të marrë me vete gjithmonë materialin mjetet shkollore, të sillet mirë në shkollë dhe jashtë saj, të respektoj rregullat e shkollës. Ndërmjetësimi ndërkulturor. Në rast të vështirësie në ndonjë komunikim, shkolla jep mundësinë e shërbimit të ndërmjetësimit ndërkulturor për të thjeshtuar në këtë rast informacionet dhe këmbimet midis shkollës dhe familjes dhe të kërkoj orë për shoqërim dhe përfutje në klasë në shkollë të një nxënësi të sapo ardhur nga një shtet nga një vend tjetër. Ndërmjetësuesi është një figurë profesionale i paanshëm që ka si qëllim të thjesojë mirëkuptimin reciprok, gjuhësor dhe kulturor dhe është i detyruar të respektojë privatësinë e atyre që janë të përfshirë.
Shkolla, materiali, mjetet shkollore. Çdo student ka nevojë për disa materiale, mjete shkollore për të ndjekur sa më mirë mësimin. Në disa raste mund të themi që një pjesë të materialit të mjeteve shkollore i blen familja, ndërsa disa gjëra të tjera, të dhëna të tjera i ofron shkolla. Në shkollën fillore mund të themi që librat jepen nëpërmjet shkollës dhe mund të themi që nuk blihen, por mund t'i urdhërojmë dhe t'i tërheqim në një libreri o në një kartoleri. Familja duhet patjetër të sigurojë një pjesë të materialeve shkollore. Së pari, një çantë. Së dyti, një portofol me lapsa, stilolapsa, goma dhe prerëse. Së treti, disa materiale, mjete të tjera bazike, si ngjitëse, gërshër, theksues, ngjyra dhe vizore. Së katërti, një ditar në të cilin mund të shkruajnë detyrat dhe komunikimet të rëndësishme shkollë, familje. Së pesti, fletoret me viza, fletore me katror, sipas udhëzimeve të dhëna nga mësuesi. Së gjashti, një shishe me ujë. Së shtati, duhet në orarin e mësimit t'i japin në orarin e pushimit rreth orës 10:01, 10:20 bëhet është orari i pushimit ku mundet t'i japim në këtë rast fëmijëve tanë diçka për të ngrënë që në italisht quhet merenda dhe në këtë rast sugjerohet gjithmonë gjëra të thjeshta dhe natyrore, si për shembull fruta të fresta, fruta të thata, bukë të thekur e të tjera. Së fundmi, numri 8, mund të themi që janë të rëndësishme të informojmë, duhet patjetër që prindrit të kujdesen për librat e fëmijëve që të kenë gjithmonë me vete librat e shkollës. Nëse familja ka vështirësi ekonomike, mund të kërkojë një ndihmë për materialin shkollor, për një shembull, për një çantë, për librat e studimit e të tjera. Është e rëndësishme të informojmë familjet që nëse kanë vështirësi, mund të kërkojnë edhe një tablet për t'i dhënë mundësisë së miturit që të bëjë detyrat në shtëpi dhe të bëjë detyrat që i jepen nga mësuesit nëpërmjet pajisjeve elektronike. Materiali shkollor dhe detyrat në shtëpi. Lëndët e studimit në shkollat italiane në përgjithësi përfshin italishten, matematikën, historinë, gjeografinë, shkencë që tek ne thuhet biologji, anglisht, muzikë, vizatim dhe fiskulturë, edukim fizik. Në momentin e regjistrimit është e rëndësishme o në atë çast o në një çast të dytë, mund të themi që ne si prindër bashkë me fëmijën, me studentin, mundet të regjistrojmë fëmijën, studentin edhe në një lëndë që është feja katolike. Në këtë rast, nëse nuk zgjedhim fenë katolike, mund të fëmija jonë yni të bëj aktivitet të tjetër alternativ. Në shkollën 9 vjeçare, në këtë rast, mundet të zgjedhet edhe një gjuhë e huaj e Bashkimit Evropian. Në shkollën e mesme, mundet të shtohen edhe lëndë të tjera specifike sipas adresës që ne zgjedhim.
fëmia jonë zgjedh. Për sa i përket të vlerësimit, mund të themi që në Itali ekzistojnë dy tipe vlerësimi. Në radhë të parë, kemi vlerësimin nëpërmjet sjelljes. Është e rëndësishme në këtë rast të informojmë prindrit që ekziston nota mbi sjelljen dhe së dyti jepet një notë në lidhje me lëndët që janë italishtja, matematika, shkenca e të tjera, biologjia e të tjera. Në shkollën fillore, elementare, sjellja dhe lëndët vlerësohen me një gjykim me shkrim, që mund të jetë shumë mirë, mjaftueshëm, jo mjaftueshëm. Në shkollën nënvjeçare mund të themi që jepet një vlerësim për sjelljen me një notë që varion nga 1 deri në 10. Nëse nxënësi ka një sjellje jo të mirë, të përsëritur prej kohësh, për një kohë të gjatë, të përsëritur shpeshherë, mund të ndodhë që nëse notat janë të ulta, mund të mbetet në klasë. Në fund të përshkrimit shkollor, duhen bërë dhe provimet përfundimtare. Në shkollën e mesme, jepet një vlerësim për sjelljen me notën nga 1 deri në 10. Dhe këtu, nëse një student ka një sjellje jo të mirë të përsëritur shumë herë, shpeshherë dhe një notë më të ulët se 6, mundet të rrezikojë të mbetet në klasë. Edhe lëndët gjithashtu vlerësohen me notat nga 1 deri në 10. Në fund të vitit të shkollor të klasës së 5 jepen dhe provimet përfundimtare, të provimet e pjekurisë. Për sa i përket vlerësimit në dëftesa dhe notave përfundimtare, mund të themi që në këtë rast, në fund të vitit shkollor dhe në semestrin e parë, jepen notat se si fëmia jonë ka vajtur në shkollë. Dhe në fund të vitit shkollor, jepen notat përfundimtare dhe dorëzohet një dëftesë. Vlerësimi në dëftesë bëhet nëpërmjet mesatares të tëra pyetjeve, provimeve që studentët kanë dhënë gjatë vitit shkollor dhe impenjimin që ka patur studenti që ka demonstruar në një vit shkollor. Edhe në shkollën e mesme, sjellja vlerësohet me notën nga 1 deri në 10. Nëse studenti ka patur një notë të sjelljes poshtë numrit 6, mund të rrezikojë të mos japë provimet përfundimtare dhe të mbesë në klasë. Kjo ndodh nëse sjellja e tij ka qenë jo e mirë dhe e përsëritur shpeshherë. Lëndët vlerësohen me notat nga 1 deri në 10. Në fund të përshkrimit shkollor, studentat duhet të bëjnë provimet përfundimtare, provimet e pjekurisë. Notat në dëftesën përfundimtare në fund të vitit janë shuma e të tëra provimeve dhe pyetjeve të bëra gjatë vitit shkollor dhe jepet një vlerësim në lidhje me njohuritë dhe me impenjimin që studenti ka demonstruar në atë vit shkollor. Regjistri elektronik shkollor. Regjistri elektronik është një instrument online që të jep mundësinë të ndjekësh fëmijën në shkollë. Për të patur mundësinë për të hyrë në sistem, ju duhet një telefon ose një kompjuter, një emër dhe një password që do të thotë një fjalë kalimi. Të dhënat furnizohen dhe jepen nga segreteria e shkollës. Çfarë mund të gjejmë në të? Mund të gjejmë mungesat dhe justifikimet, detyrat për në shtëpi dhe argumentet e bëra në klasë, komunikimet e shkollës, notat
dhe dëftesa. Mungesat. Nëse fëmia juaj rikthehet në shkollë, është e nevojshme të justifikohen mungesat në regjistrin elektronik. Nëse nuk jepet mundësia të bëhet ky justifikim në regjistrin elektronik, mund të shkruajmë në ditarin e fëmijës son. Motivet për justifikimin mund të jenë nga më të ndryshmet, si për shembull motive shëndetësore, motive familjare, motive sporti, konkurimi e të tjera. Komunikimi shkollë-familje. Shkolla dërgon komunikime në lidhje me mbledhjet, me aktivitetet shkollore, me dokumentat për të firmosur, si për shembull një autorizim, një leje që prindi duhet të japi nëse bëhet një ekskursion. Dhe së fundmi mund të komunikojnë informacione në lidhje me grevat. Bashkëbisedimi, takimi me prindër. Takimi me prindër nevojitet për të folur për të takuar mësuesin. Në përgjithësi, takimet bëhen gjatë vitit shkollor në një moment preciz për të ndarë vëzhgimin, monitorimin e përshkimit të studentit, për të folur për progresin dhe vështirësitë që mund të ketë patur, për të ndarë së bashku dhe së fundmi për të sugjeruar dhe një këshill për përmirësimin e tij. Nëse e shikojnë të nevojshme, prindrit mund të kërkojnë edhe një bashkëbisedim tjetër me një mësues nëpërmjet regjistrit elektronik. Gjithëpërfshirja në shkollë. Në Itali, shkolla është gjithëpërfshirëse. Nuk ekzistojnë klasa të ndara o klasa speciale. Dhe fëmijët të rinjtë, studentat që kanë vështirësi, duhen ndihmuar dhe të qëndrojnë pranë me shokët dhe shoqet e klasës. Ndonjëherë, shkolla përdor fjalë të vështira. Këtu ju shpjegojmë se si mund të thjeshtësohen disa koncepte, sigla që mund të jenë të vështira për ne të rriturit si prindër. Këto fjalë, në të vërtetë, sigla, shërbejnë për të ndihmuar të rinjtë që kanë nevoja të veçanta. BES, që do të thotë nevoja edukative speciale, është një koncept i përgjithshëm që përcakton në këtë rast fëmijët ose të rinjtë që kanë nevojë për një ndihmë më tepër në shkollë. Motivet mund të jenë nga më të ndryshme, por në këtë rast mund të themi që mundet të kenë probleme të shëndetit, vështirësi ekonomike, familjare o pak njohuri me gjuhën e italishtes. Nuk është një diagnozë, por një mënyrë për të njohur të miturin, studentin, nxënësin, që ka nevojë, që mund të ketë nevojë në këtë rast për kujdesje në të mësuarin dhe në mbështetje. Për këta fëmijë, mësuesit përshkruajnë atë që quhet PDP. Në raste kur një fëmijë vjen nga një shtet tjetër që quhet i sapo ardhur, neo arrivato, dhe organizojnë laboratore L2, që do të thotë të gjuhës së dytë. Nëse ne vim nga Shqipëria, kemi si gjuhën mëmë Shqipen. Nëse vim në Itali, kemi gjuhë të dytë italishten. PDP, plani, mësimdhënës i personalizuar. PDP, plani, mësimdhënës i personalizuar është një plan mësimdhënës didaktik
i shkruar për ata fëmijë që kanë nevojë për mbështetje. Për shembull, në lidhje me leximin, në lidhje me shkrimin, në lidhje me një ruajtje të vëmendjes. Nevojitet një mbështetje në këtë rast të nxënësit në organizimin sa më të mirë të studimit me ndonjë strategji o me ndonjë mjet më specifik të përshtatur. L2, italishtja si gjuhë e dytë. Shkolla ofron mundësinë e laboratorëve L2, që do të thotë laborator të gjuhës italishte, për ata studentë që nuk flasin ende gjuhën e dytë, por vinë nga një vend tjetër dhe italishtja do të bëhet për ta L2, gjuhë e dytë. Paaftësia. Disa fëmijë kanë nevoja të veçanta që mund të kenë vështirësi, mund të kenë nevoja fizike, mendore, ndjesie dhe kërkojnë në këtë rast, nëse kanë ndonjë vështirësi fizike, mendore o ndjesie, kërkojnë një ndihmë më të specializuar. Shkolla duhet të përfshijë të gjitha ato aktivitete që garantojnë një mbështetje me mësueset dhe një mbështetje nëpërmjet instrumenteve të përshtatshëm. Për këta, mësuesit përshkruajnë atë që quhet PEI. PEI, plani edukativ i individualizuar. PEI, plani edukativ i individualizuar, është një plan mësimdhënës didaktik i shkruar për ata fëmijë që kanë aftësi në këtë rast të kufizuara të vërtetuara. Shkruhet së bashku me familjen, së bashku me shkollën dhe me shërbimet shëndetësore. Ka si qëllim, si objektiv, aktivitete dhe forma të ndryshme të ndihmuari për fëmijën që të mësojë ky fëmijë dhe të jetë sa më tepër i pavarur, autonom. PDP dhe PEI duhet të ndahen dhe të firmosen nga një pjesëtar nga familja dhe të ndahen me familjen. Çfarë mund të bëjë familja? Të marrë pjesë në takimet në shkollë, të bashkëpunojë me mësuesit dhe specialistët, të vëzhgojë sjelljet e të miturit dhe të japi një koment, një feedback në takime specialistëve, të kërkojë një mbështetje nëse është e nevojshme e në një ndërmjetësuesi interkulturor në rast se ka nevojë për hyrjen dhe regjistrimin në shërbime. Kujdesi për të miturin. Në Itali, shkolla promovon respektin e trupit, respektin e të tjerëve kundrejt të tjerëve. Kujdesi për higjienën personale është një aspekt themelor për mirëqenien e fëmijës dhe të gjithë klasës. Çfarë do të thotë higjiena personale? Të lahen rregullisht dhe çdo ditë, të vishen me të kenë një veshje të pastër dhe të përshtatshme për sezonin dhe aktivitetet shkollore. Për shembull, është e rëndësishme të kontrollohen gjithmonë më të vegjëlit në lidhje me morrat, me këtë insekt. Morrat nuk prekin vetëm fëmijët që mund të jenë më tepër të papastër, por mund të prekin edhe fëmijët që janë rregullisht të pastër, sepse merret në këtë rast nga një kontakt direkt. Për shembull, prindit duhet të kontrollojnë rregullisht flokët e fëmijëve, në veçanti kur fillojnë dhe kanë kruajtje të kokës. Nëse gjenden morrat apo vezë në këtë rast, duhet të informojnë direkt shkollën. Ekziston një trajnim specifik që mund të merret në farmaci. Fëmijët
mundet të kthehen në shkollë sapo të kenë nisur në këtë rast trajnimin, kurën. Është shumë e rëndësishme bashkëpunimi për të shmangur një problem që mund të bëhet më i madh dhe të përhapet kur mund të jetë tepër i vogël. Roli në familje. Edhe nëse shkolla është përgjegjëse për mësimdhënien, mund të themi që familja ka një rol thelbësor, themelor, edukativ. Janë prindrit ata që ju mësojnë respektin, rregullat dhe përgjegjësinë. Është e rëndësishme të japësh një shembull të mirë, të dëgjosh dhe të flasësh gjithmonë me fëmijën, çdo ditë. Për sa i përket detyrave në shtëpi, prindrit nuk duhet të marrin vendin e fëmijës, të zëvendësojnë fëmijën e tyre, por duhet të ndihmojnë, të kontrollojnë nëse ata i kanë shkruar detyrat. Nëse ata i kanë bërë detyrat, të japin një ndihmë nëse nuk e kanë kuptuar, t'i motivojnë dhe t'i inkurajojnë. Nëse fëmia ka vështirësi, është e rëndësishme të flasësh me mësuesit. Mensa, transporti, para dhe pas shkolla. Në Itali, shumë shkolla ofrojnë shërbime të nevojshme për familjet, si mensa e shkollës, për të ngrënë në shkollë për të drekuar, transporti shkollor, për të vajtur në shkollë me autobus, para dhe pas shkolla, për të mirëpritur studentat, nxënësit, para orarit të mësimit dhe pas orarit të mësimit. Shërbimi i mensës është i disponueshëm për të tëra ciklet shkollore, duke filluar nga niveli i parë shkollor që është qerdhja. Regjistrimi në mensë bëhet nëpërmjet komunës, bashkisë, para se të filloj viti shkollor. Mensa ka një pagesë të caktuar. Nëse familjet kanë vështirësi ekonomike o kanë të ardhurat e ulta, mundet të kërkojnë uljen o mund të kërkojnë përjashtimin duke prezantuar modelin IZE, që do të thotë denëncimin e të ardhurave vjetore. Nëse fëmia juaj ka alergji ushqimore o dëshiron në këtë rast një djegë të fetare, mund të kërkojë një menu speciale. Si bëhet kërkesa? Për sa i përket alergjive, nevojitet një certifikat mjekësore dhe është e rëndësishme në këtë rast të renditen ushqimet që fëmia duhet të shmangi. Për sa i përket motiveve fetare, mund të themi që mjafton një deklaratë e shkruar në këtë rast nga njëri nga prindrit. Të tëra dokumentat dorëzohen në komunë, në bashki ose në shkollë, sipas udhëzimeve të zonës. Menuja speciale përgatitet në një formë të sigurtë dhe respektuese. Nëse fëmia juaj nuk hanë në shkollë përgjatë Ramazanit, Bajramit, mundet të informoni shkollën dhe kështu fëmia nuk humbet vendin e tij në mensë. Është e rëndësishme të flitet me mësuesit dhe me sekretarinë për të gjetur një zgjidhje sa më të mirë. Në raste të veçanta, si për shembull një ekskursion shkollor, i jepet diçka me vete fëmijës, është mirë të jepet një ushqim, një drekë e thjeshtë, ushqimet që nuk prishen dhe nuk
vënë dëm. Është e rëndësishme të përgatiten gjërat me higienë. Për shembull, të jenë të mbyllura në një kuti të vogël. Sjellja në tavolinë. Në shkollë hanë të tërë së bashku dhe ambienti është i sigurtë dhe i qetë. Mësuesi ndihmojnë fëmijët në përgatitjen e pirurit, të lugës e të tjera se si ata t'i përdorin këto mjete. Të dinë të kërkojnë dhe të thonë, të lutem, faleminderit. Të mos e çpërdorin ushqimin dhe të mbajnë në vendin të pastër në tavolinë. Kjo gjë është e rëndësishme të bëhet edhe në familje, sepse ndihmon shumë fëmijët në përgatitjen kur ai fëmijë në të ardhmen do të bëhet një i rritur i edukuar. Transporti shkollor. Disa komuna ofrojnë një shërbim një autobus që do të thotë merr fëmijët nga shkolla dhe i dërgon në shkollë dhe kundërta, i dërgon i shoqëron në shtëpi. Edhe në këtë rast, kërkesa bëhet në bashki, në komunë. Është e rëndësishme ne si prindër të dimë të zgjedhim, të bëjmë kërkesën për regjistrimin për dërgimin në shkollë, për kthimin nga shkolla o njërin nga të dyja kërkesa. Kur fëmia dorëzohet dhe dërgohet për në shtëpi me autobus, është e rëndësishme që fëmia të mos jetë vetëm, por të tërhiqet nga një i rritur, që mund të jetë një prindër o një dërgues. Edhe në këtë rast, mund të themi që kërkesa për të përdorur autobusin bëhet në komunë, ka një pagesë, por nëse familjet ndodhen në vështirësi ekonomike, mund të kërkojnë uljen o përjashtimin nëse të ardhurat janë të ulta, para dhe pas mësimit. Bëni kujdes. Në Itali nuk është e lejueshme të lëhet një familje i vogël poshtë 14 vjeç vetëm në shtëpi. Edhe për pak sekonda, pak minuta, konsiderohet një sjellje e rrezikshme që dënohet me ligj. Të rinjtë, fëmijët duhet të jenë gjithmonë në kujdesin e një të rrituri që mban përgjegjësi. Mund të jetë një prindër, një i afërm, një edukator o një person i besimit. Nëse prindrit nuk arrin të shoqërojnë fëmijët e tyre, në këtë rast mund të bëhet gjithmonë regjistrimi në komunë në bashki dhe vetë prindi o një delegues në këtë rast për regjistrimin para mësimit o pas mësimit. Ky shërbim ofrohet në veçanti për ata prindër që punojnë, edhe nëna punon edhe babai punon. Në përgjithësi, para shkolla zhvillohet në mëngjes, para se të nisin mësimin, në praninë e një edukatori. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe pas mësimit. Fëmijët janë të mirëpritur dhe të kontrolluar nga një i rritur. Mundet në këtë harkë kohor të bëjnë vizatime, të luajnë, të bisedojnë o të bëjnë muhabet me shokë dhe shoqe. Jashtë shkolle. Ndihmë për detyrat mbas shkolle. Ky shërbim është në përgjithësi privat. Shërben për të mbështetur të miturit që të bëjnë në bërjen e detyrave në një orar mbasditeje dhe drejtohet në përgjithësi nga një edukator. Mund të jetë me pagesë, është me pagesë. Për të patur informacione më të tepërta në lidhje me këtë shërbim, mundet i kërkohet një ndihmë, një informacion më tepër, një prindi të një shoku o shoqe klaseje. Shpeshherë në klasa, në veçanti në shkollat fillore dhe në shkollat nënvjeçare, ekzistojnë grupet e prindërve nëpërmjet
kontakteve që kanë me përfaqësuesin e klasës nëpërmjet WhatsApp-it. Aktivitete jashtë shkolle. Për sa i përket aktiviteteve jashtë shkolle, mund të jenë orarit të mësimit, mund të jenë nga më të ndryshme, si sport, muzikë, vizatim e të tjera. Organizohen jashtë orarit të mësimit dhe mund të jenë në përgjithësi janë me pagesë dhe kjo pagesë bëhet nga familja, nga prindrit. Këto aktivitete ndihmojnë fëmijën të bëjë shoqëri, miqësi, për të mësuar sa më mirë gjuhën e dytë italishte, për të qëndruar dhe të qenë pjesë e një grupi. Nëse familja ka vështirësi ekonomike, dhe në këtë rast mund të kërkojë një kontribut o një ulje të pagesave të këtyre kurseve sportive, muzikore o informuese. Mund të bëhet kërkesa në bashki, në komunë, në krahinë o në asociatat e zonës. Është mirë të informojmë prindit dhe që nëse shkolla mbaron, mundet të regjistrojnë fëmijët e tyre në qendër verore. Dhe në këtë rast, në një qendër verore mund të bëjnë detyrat, mund të luajnë, mund të bëjnë ndonjë sport o mund të qëndrojnë me shok dhe shok. Edhe në qendra verore, në disa raste, mundet të kërkohet një kontribut nga krahina për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve. Shërbimet në territor. Qendra e të huajve, qendra e integrimit, shërbim për këshilla në lidhje me normat dhe temat e emigrimit, në lidhje me mbështetjen dhe me praktikat të ndryshme burokratike, me kontaktet që mund të mbajnë me kuesturën dhe me prefekturën, informacione dhe të ndryshme në lidhje me shërbimet që ndodhen mbi territor. Sporteli interkulturor shërben dhe ofron mundësinë e orientimit dhe regjistrimit në shkolla nga 14 vjeç e lartë. Këshilla interkulturore. KAF. Familjet mundet i drejtohen sindikatave që mund të japin një ndihmë në lidhje me kontributet ekonomike, si për shembull në lidhje me transportet shkollore, me mensën, gjithmonë bëhet fjalë për ata familje në veçanti që kanë të ardhurat e ulta dhe vete në bazë të denoncimit të ardhurave në bazë të ISES. Shërbime sociale ofrojnë mbështetje personave dhe familjeve që kanë vështirësi ekonomike, sociale, shëndetësore, si për shembull mund të kërkohet një kontribut për qeran. Mjeku i familjes, mjeku bazë, që është e nevojshme të kemi një mjek që mund të na japi mundësinë e përshkrimit, e regjistrimit e dhënies së ndonjë ilaçi për analiza dhe vizita specifike. Ndërto, mund të rendisim neuropsikiatrin në këtë rast, që mund të jap një mbështetje, ndihmë në këtë rast shkollës për të patur një mësuese të mbështetjes në shkollë.